Parashikimin javor nga data 2 deri më datën 8 mars të 2026. Kemi të bëjmë shumë me një javë me rëndësi të veçantë, sepse me ndryshimet, me vendimet, me keqinterpretimet dhe jemi në javën e zjarrt, në javën e furishme, ku kërkohet shumë vëmendje, kërkohet kohë mbi atë çka neve duam të bëjmë. Por nëse jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm në atë që nisim, asgjë nuk ndodh. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj jave, le të hedhim një sy ndikimeve që kanë të bëjnë mundësive që neve na jepen. Kemi datën 4 mars të 2026, ku Afrodita nga peshet në një trekëndësh që bën me Uranin në Dem. Surpriza të këndshme, njohje të reja të papritura, dashuri me shikim të parë, originaliteti, ndryshime, çështje pune dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjë shumë dhe me disa